Presidenti amerikan Donald Trump dje deklaroi se ka ndaluar një luftë të mundshme nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, sikurse disa luftra të tjera nëpër botë. Serbia dhe Kosova ishin gati të përplaseshin, po shkonin drejt një lufte të madhe. U thash nëse përplaseni nuk ka më tregëtime Shtetet e Bashkuara. Ata thanë ndoshta nuk do përplasemi, ka deklaruar presidenti Trump të shtunën. Kjo deklaratë ka nxitur debate të ndryshme në Kosovë, duke komentuar gjendjen e sigurisë dhe rreziqet e mundshme nga Serbia. Këtë deklaratë ka komentuar edhe profesor doktor Enver Bytyçi. Ai thotë se deklarata e presidentit amerikan Donald Trump se ai me marrëveshjen e shtatorit 2020 ka parandaluar një sulm ushtarak të Serbisë kundër Kosovës u përsëri disa herë. Së paku në 3 momente Trumpi mbrojti të njëjtën pikpamje duke përfshirë deklarimet e tij në margjinarat në samitit të NATO-s në Haag të Holandës. Së fundmi tha se ai kishte informacione nga miku i tij në Serbi se presidenti Vučić dhe qeveria serbe po përgatiteshin për një sulm ushtarak kundër Kosovës. Ndaj këtyre deklaratave ka patur reagime të ndryshme. Vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mohuar kategorikisht se vendi i tij ka përgatitur ndonjëherë ndonjë sulm kundër Kosovës. Madje ai ka thënë se Serbia nuk është agresore, duke dashur që t'i shmang një përgjegjësie si ajo e Miloševićit. Por presidenti i Serbisë është i pabesueshëm. Askush nuk pret që Vučić të pranojë se kishte ose jo projekte sulmesh ushtarake kundër Kosovës. Megjithatë, ushtria serbe në numër shumë të madh mjetesh ushtarësh dhe oficerësh është gjendur disa herë në kufi me Kosovën dhe është tërhequr vetëm pas presioneve të SBA-s dhe ndonjë fuqie tjetër evropiane apo Turqisë. Për të shmangur përgjegjësinë e saj, Serbia gjithmonë në historinë e shekullit të 20 ka nisur luftrat e saj kundër popujve dhe shteteve fqinje me paramilitar, të cilët u ishin në hije nga general aktiv ose në pension të ushtrisë serbe. Kështu ka ndodhur dhe me vrasjen e Franz Ferdinand në 1914. Kjo kishte ndodhur fillimisht edhe para nisjes së luftës së parë ballkanike. E njëjta gjë ka ndodhur dhe gjatë masakrave të çetnikëve e më pas të partizanëve serb kundër shqiptarëve gjatë dhe në përfundim të luftës së dytë botërore. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Bosnjë Hercegovinë, Kosovë dhe në Kroaci, me tigrat e Arkanit, berretet e kuqe dhe paramilitarët e Shejshelit në dekadën e fundit të shekullit të kaluar. Më pas ka hyrë në lojë ushtria. Madje vetëm në Kosovë ndërhyrja ushtarake e policisë është zyrtarizuar. Në Bosnjë dhe Kroaci u sheh ky fakt për t'i shpëtuar përgjegjësisë së Miloševićit të Serbisë, ka thënë profesor Bytyçi. Ai thotë më tutje se në të njëjtën taktik po ndjek presidenti aktual Aleksandar Vučić. Ai thjesht ishte mbetet dhe arkitekti i akteve terroriste në veri të Kosovës, si në rastin e Banjskës. Bytyçi thotë se duhen vënë në duke dy momente gjatë përpjekjeve të presidentit Trump në mandatin e tij me Kosovën. Tuti ai thotë se momenti i dytë është marrëveshja e Trump me presidentin Vučić dhe me kryeministrin Hoti.